I vetmi qytet në mund të jetë në botë që nuk ka parking me pagesë. Po vinë njerëz, turistë? Njerëzit ka shumë, polak dhe italian ka shumë, ka amerikan, ka anglez, po Polonia ka 3.000, 4.000 në vit Polonia që vizitojnë Pukën. Me motora, me makina, italian ka gjithë grupet e agencive italiane të motorave të malit. Po, që vizitojnë, po ka dhe anglez, ka francez shumë. Gjenë internet? Gjenë internet gjenë, po, dhe ka shumë vizitorë, ka shumë vizitorë. Po dini ju me folë anglisht? Po, pa tjetër di me folë dhe mira vesh me ta, shumë mirë. Shumë mirë. Pastaj turizmi nuk është shumë e nevojë, se gjithë njerëzit dojnë për me kalu një tjetër eksperiencë. Edhe në zonët malore nuk ka shumë rëndësi edhe gjua. Gjerman di gjithë anglisht, asnjë nuk folë anglisht, sepse dënë vetëm gjuhën e tij. Edhe a ki edhe shqiptarë që vinë prej Kosovë? Po, plot shqiptarë. Shka po dëmë me thonë Kosovarë që s'kanë qenë aska një ndoshta për Pukën. Qka duhet me ditë në Kosovë për Pukën që s'kanë ditë kur? Puka është një nër vendet më të qeta në gjithë trojet shqiptare. Duke përfshi edhe Kosovën, Macedoninë e Malëzi. Është një nër qytetet më të qeta, është një nër qytetet që nuk ka asnjë lloj të kesje. Sepse ka i vetmi qytet në mund të jetë në botë që nuk ka parking me pagesë. Dhe nuk ka asnjë lloj telashe. Dhe i vetmi qytet në trojet shqiptare që nuk ka gjakmarrje. Asnjë familje të ngujuar, domethënë është një nër veçantat e gjithë të shqiptarisë. Puka është një popull me kulturë, është qendra e veriut Shqipërisë, dhe Puka ka shumë gjana që prodhime bio, që mund është t'i gjesh, nështë nuk mund t'i thujmë bio, organike, që nuk mund t'i gjesh në vendet tjera.